kalojmë tek këtu pas kemi spirulin, matcha, çfarë spirulinën kemi marrë. Bëjmë me spirulinën për fytyrën? Mund të kemi me matcha, spirulina, çaj jeshil kemi thënë, atëherë kjo është për ato sytë e lodhur qeskat e syve. Gjithmonë zonjat më shkruajnë sepse me kalimin e moshës, unë e shikoj edhe me veten time, që pak të jem e lodhur, pak të kem pak... Stres, pa gjumësi... Nuk dua ta përdor stres, po thjesht ajo rutina e ditës që na lodh duam s'duam, edhe krijohen këto të syt na tradhojnë pak. Sigurisht që ka shumë zonja që më thonë që pse nuk përdor një ndërhyrje të thjesht, pse nuk përdor ndonjë gjilpër, por që unë jam gjithmonë kundra këtyre, kush ka dëshirë mund t'i bëj, kush nuk ka dëshirë, le të më dëgjoj me këto këshillat e mia dhe mendoj që japi rezultat. E tjetra, për shembull, meqense ti përmendë këto lodhjeja, pagjumësia, stresi, një ditë jo e mirë ose një periudhë e ngarkuar, por duhet gjetur fillimisht patjetër se çfarë i shkakton në të vërtetë qeskat rrafët e syve, se mund të jenë probleme më të thella që lidhet me një veshkë të lodhur, apo me një mungesë të hekurit, apo shumë probleme të tjera, duhet të konsultojmë. Nëse kjo ndodh për këto arsye që kemi një ditë të ngarkuar, kemi qenë në një dasëm, në një party, kemi në një vonë, kemi qenë të lodhur për gjatë natës. Në një fest, kemi parë një film, po, mund të na shërbej, por para se të kalojmë tek maska, duhet të gjejmë shkakun e vërtet që na ka sjell këtë rrafë tek syve. Por që duke njohur veten time për të gjitha ekzaminimet që nuk është në lidhje me problematikën që mund të kesh, flasim për një qetësim të maskave të syve. Sido që të jetë, edhe ata që nuk e kanë këtë problematik, një ushqim poshtë syve është gjithmonë mirë, një shkëlqim natyral. Kështu që spirulina është një antioksidant edhe ka proteina, çfarë nuk ka brenda si produkt. Kështu që unë dua shumë këtë si produkt dhe marrim një luk. Kjo algë që na pastron trupin nga metalet. Është kollaj për ta gjetur, nuk është se është e vështirë. Ka një kosto relativisht, jo as të lartë, as të ulët. Ka njerëz që përdorin spirulinën si çaj në mëngjes. Unë mund të merja dhe matcha, të them të drejtën, por ka një kosto akoma më të lartë. Edhe mundohem që të gjej një rrugë të mesme që të gjitha ta kemi, pse jo mos ta bëjmë si maskë. Se duke sugjeruar për fytyrën, ne sugjerojmë dhe si çaj për ta përdorur në të gjitha rastet kur duam të përfitojmë prej kësaj alge, për benefitet që ajo ka, si një detoksifikuese shumë e mirë e trupit, sidomos nga metalet e rënda, dhe shumë benefitet të tjera që ndoshta do të kemi mundësi të diskutojmë dhe të sugjerojmë për si gjithmonë që i diskuton edhe i sugjeron, që rrim kështu para ekranit. Edhe do hedhim pak ujë. Tani kjo si maskë... Dhe kjo bëjmë si maskë, si pastë. Duhet të bëjmë pak të hollë, jo shumë të trash. Dhe me një furç ose thjesht me një penel, e aplikojmë poshtë syve. Po. Ja. Kjo duhet e hollë. Nuk ka nevojë që të ketë konsistencë të trash. Edhe këto do ta lyejmë poshtë syve. Mos u trëmni që rëshket ose kullon, se nuk prish punë fare. E ushqen dhe pjesën tjetër të lëkurës, kur ne përdorim për të sytë që është aq e ndjeshme, mendoj sa e mirë është për pjesën tjetër. Që është një zonë delikate dhe hollë, që kërkon kujdes të veçantë në çdo produkt që duhet të vendosim. Tani, ne këtu kemi spirulinën edhe mjaltin. Dy përbërës të thjeshtë dhe shumë efikas dhe të shëndetshëm. Pak ujë për ta holluar spirulinën, duke e lënë dhe kjo shton dhe mban për një periudhë të gjatë kohë që ne mund ta përgatisim një herë e klorofilt. Që unë e hollova shumë, prandaj thash që ne duhet ta hollojmë shumë këtë, mos ta kemi shumë të trash, sepse do të trëmbemi pak në fillim, do themi mos më ngelet ngjyra, mos nuk më ika. Vendosi poshtë syve se s'ka problem. Të sugjeroj që ti vendosësh, që ta demonstrojmë diçka, e di që mund të kesh vendosur dashur unë do iki, jam në punë, pastaj edhe nuk do jetë një pamje bukur në mes të ditës. Siç është kjo përzierje, është diçka që edhe mund të konsumohet, siç e tham. Spirulinë, mjalt dhe ujë për të bërë një çaj të mirë detoksifikues i organizmit dhe shumë fuqizues, sepse përmban mbi të gjitha shumë hekur. Unë jam e sigurt që zonjat e njohin shumë mirë spirulinën,
Kemi filluar që të orientohemi drejt edhe disa suplementeve natyrale, bimore, që na bëjnë mirë për shëndetin. Unë u kënaqa shumë të them drejtë Niki, më pëlqen edhe kjo dizajn i ri që është bërë këtu te tavolina jonë me këto produktet e laboratorit, edhe jep kështu një energji, po pse jo do ta përdorim dhe mezi po pres që ti shfrytëzojmë. Ti shfrytëzojmë sepse kemi disa momente të tjera për të ndarë me ju, sigurisht do të na ndiqni në episodet e tjera të Bëj e Vet. Faleminderit Stella. Faleminderit juve dhe si gjithmonë uroj një ditë të bukur. Ne do të përshëndetemi së bashku. Faleminderit që na keni ndjekur përgjatë ditës së sotme. Shihemi nesër me Reze Dielli. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report Televizion.